Pak ditë para mbajtjes së zgjedhjeve parlamentare, qeveria në Kosovë ka vendosur të ndajë nga 100 euro ndihmë për pensionistët, fëmijët, punëtorët e sektorit privat dhe studentët. Kryeministri në detyrë Albin Kurti bëri të ditur se ka kërkuar nga Ministria e Financave përgatitjen e një pakete mbështetëse për të ndihmuar qytetarët të përballojnë rritjen e çmimeve. Sot kam kënaqësinë t'ju njoftoj për pakun për përballje me inflacionin 2.0, të cilën e kemi dizajnuar dhe do ta miratojmë sot me masat si vijon. Mbështetje njëhershme prej 100 eurosh për pensionistët. Mbështetje njëhershme prej 100 eurosh për fëmijët. Mbështetje njëhershme prej 100 eurosh për punonjësit e sektorit jo publik. Mbështetje njëhershme prej 100 eurosh për studentët aktiv. Po ashtu edhe shtesat për nënat lehone do të rriten në 500 euro nga ky muaj. E njësoj sikurse vitin e kaluar, edhe në këtë maj, ne po I rrisim shtesat për lehona, ashtu sikurse që kemi premtuar. Nga 325.9 euro në muaj, në 500 euro në muaj sa paga minimale. Me fjalë tjera, nuk po e presim korrikun, por rritjen po e bëjmë qysh tani. Menjëherë pas këtij vendimi ka ardhur edhe reagimi nga kryetari I LDK-s Lumir Abdixhiku, I cili pretendoi se vendimi I qeverisë Kurti ka prapavi politike. Asnjë ide, asnjë projekt, asnjë punë. Kjo nuk është pako e inflacionit, kjo është pako e tentimit për blerje vote, një përpjekje e vonshme për të mbuluar dështimin qeverisës me paranë e vet qytetarëve. Një ofendim zgjedhor për dinjitetin dhe nevojat reale të njerëzve, të atyre që I lësi të parafundit në Europë. Të parafundit. Populli I Kosovës nuk blihet. Kritika erdhën edhe nga Demokracia në Veprim, rrjeti I organizatave jo qeveritare në Kosovë që në një reagim të gjatë në rrjetet sociale e konsideron shpërndarjen e parave para zgjedhjeve shkelje ligjore dhe rast klasik të keqpërdorimit të resurseve publike.